Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga tensioni i lartë, përgatisni këtë recetë në kushte shtëpie dhe do shpëtoni. Presioni i lartë i gjakut të rrit rrezikun e sulmit në zemër dhe infarktit. Ai po ashtu shkakton aneurizëm, rënje njohëse dhe dështimin e veshkave. Për fat të mirë, shumica e njerëzve mund të ulin tensionin e gjakut pa mjekim. Këto janë hapat për të ulur tensionin përmes të rrugëve natyrale. Shkoni për një shëtitje. Ushtrimi i ndihmon në zemrën për të përdorur oksigjenin në mënyrë më efikase. Praktikoni ushtrim kardio të paktën 30 minuta në ditë. Merrni frymë thellë. Mundohuni të merrni frymë thellë 5 minuta në mëngjes dhe para gjumit. Kjo liron tensionin e lartë të gjakut. Merrni disa produkte të cilat janë të pasura me kalium. Frutat dhe perimet janë të pasura me kalium. Merrni 2000 deri në 4000 mg kalium në ditë dhe bananet janë një ndër burimet më të shkëlqyera të kaliumit. Gjithashtu përfshim këtu patate, domate, lëng portokalli, fasule, bizele, pjepër, shalqi dhe fruta të thata. Gjithashtu, keni parasysh të lexoni etiketën në ushqime për natriumin. Një grup i njerëzve me një histori familjare të tensionit të lartë kanë më shumë gjasa se të tjerët që të kenë tension të lartë. Ata duhet të kufizojnë natriumin në 1500 mg në ditë. Zvogëloni kafeinën. Shkencëtarët kanë debatuar gjatë në lidhje me efektet e kafeinës në presionin e gjakut. Kafeina mundet që të rrisë presionin e gjakut dhe efektet e stresit. Punoni më pak, më shumë se 40 orë në javë në zyrë e rrit rrezikun e hipertensionit me 15%. Relaksoni me muzikë. Sipas studiuesve nga Universiteti i Firenzes në Itali, 28 të rritur që dëgjuan muzikë klasike për 30 minuta në ditë ishin në gjendje për të ulur tensionin e gjakut. Kërkoni ndihmë për gërhitje. Gërhitja me zë të lartë është një nga simptomat kryesore të apnea të gjumit. Ulëmtuesit nga Universiteti Alabama kanë gjetur se shumë njerëz që vuajnë nga apnea e gjumit kanë në nivele të larta të aldosteronëve, një hormon i cili mund të rrisë tensionin e gjakut. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor. Nëse ai nuk trajtohet siç duhet, hipertensioni mund të transformohet në një problem mjaft shqetësues, madje katastrofik, duke shkaktuar diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësinë e trurit dhe dështim të veshkave. Shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente të cilat shoqërohen me efekte anësore, përfshirë pagjumsinë, marramendjen apo kontraktime të muskujve. Por ju mundet të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime ose produkte që i gjeni lehtë në shtëpi, siç janë hudhra, limoni apo uthulla e mollës. Nëpërmjet këtij artikulli ju do të mësoni për kurat natyrale të cilat janë jashtëzakonisht efikase kundër tensionit të lartë. Kura e parë është ajo me lëng limoni, ku përbërësit që do t'ju duhen janë ujë dhe një limon. Shtrydheni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe pijeni atë çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqim. Limonët kanë aftësinë që të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionet e enëve të gjakut, duke ulur kështu tensionin. Kura e dytë është ajo me hudhër. Hudhra përmban substanca sulfuri të cilat kanë aftësinë të ulin tensionin e gjakut dhe të largojnë toksinat dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe të rregullojnë tensionin e gjakut duke i zgjeruar enët e tij.
Ju duhet të konsumoni 2 deri në 4 thelpi hudhër të freskët në mëngjes përpara se të hani ushqim ose përpara se të flini. Hudhra duhet ngrënë gjallë sepse gatimi humbet shumicën e ushqyesve të nevojshëm. Kura e tretë me uthull molle dhe sodë buke. Përbërësit janë ujë, një majlugë çaj me sodë buke, një lugë gjelle me uthull molle. Udhëzimet. Uthulla e mollës përmban shumë minerale të dobishme si kaliumi, magnezi dhe kalciumi. Këto minerale janë thelbësor për qarkullimin e gjakut dhe për uljen e tensionit. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle, një majlugë çaj me sodë buke dhe një gotë me ujë. Konsumojeni 2 herë në ditë për rezultatet më të mira. Gjithashtu, shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente të cilat shoqërohen me efekte anësore përfshirë pagjumësinë, marramendjen apo kontraktime të muskujve, por ju mundet të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime apo produkte që i gjeni lehtësisht në dollapin e kuzhinës. Pas përdorimit do të vëreni edhe efikasitetin e tyre të lartë. Çfarë ju duhet? Një majlugë çaj me sodë buke, një lugë gjelle me uthull molle, një gotë me ujë. Çfarë duhet të bëni? Uthullën dhe sodën i tresni mirë tek gota e ujit. Konsumojeni 2 herë në ditë për të patur rezultate akoma edhe më të mira. Gjithashtu këtu do t'ju njojë me recete e cila ndihmon edhe arteret e bllokuara, por njëkohësisht ulet dhe tensionin e lartë të gjakut një herë për gjithmonë. Kjo është pikërisht një recetë e vjetër gjermane që ju do të arrini të luftoni presionin e lartë të gjakut, t'i thoni lamtur mirë arterieve të bllokuara dhe shumë më tepër. Juve do t'ju duhet vetëm xhenxhefil, hudhër, limon dhe ujë. Kur ato bëhen bashkë, këto 3 përbërës do të dyfishojnë veprimin e tyre. Ja receta e plot. Përbërësit që do t'ju duhen janë 4 thelpi hudhër, pak xhenxhefil, 4 limona bashkë me lëkurën dhe 1 litër ujë. Përgatitja dhe përdorimi. Së pari ju duhet që të lani mirë limonët dhe t'i prini ato në copa të vogla. Pas kësaj duhet që t'i shtoni në një blender bashkë me hudhrat, xhenxhefilin dhe me limonin. Masën e krijuar hidheni në një tenxhere me ujë të valuar dhe para se të marrë val, hiqeni nga zjarri dhe lëreni që të qetësohet. Ruajini më pas në një shishe qelçi. Prania e limonit gjithashtu do të neutralizojë erën e pakëndshme të hudrave, prandaj mos u shqetësoni për këtë. Konsumojeni këtë pije çdo ditë me stomakun bosh, të paktën 2 orë përpara çdo vakti. Gjithmonë tundeni shishen përpara përdorimit. Përmirësoni shëndetin tuaj dhe i thoni lam të mirë arterieve të bllokuara me këtë përzierje të shëndetshme dhe të mahnitshme. Mirë po, duhet të keni parasysh që gjithmonë të konsumoni ushqime tepër të shëndetshme si fruta dhe perime dhe gjithmonë të qëndroni larg ushqimeve të skuqura dhe me yndyrë. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre produkteve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto recetë të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!